Rënë në Durrës, banesa u përfshi nga flakët, humbi jetën 42 vjeçarja. Këtë të mërkurë, rreth orës 14, një ngjarje tragjike është regjistruar në fshatin Shëna Vlash, në afërsi të Durrësit, ku një grua 42 vjeçare ka humbur jetën si pasojë e një zjarri në banesën e saj. Sipas informacionit paraprak nga policia e Durrësit, rreth orës 14 është marrë njoftimi për një zjarr të rënë në një banesë në këtë fshat. Dyshohet se zjarri ka rënë si pasojë e një shkëndije elektrike. Fatkeqësisht, si pasojë e asfiksisë nga tymi, ka ndruar jetë shtetësja KM, 42 vjeç. Ndërkohë, grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, si dhe për përcaktimin e saktë të shkakut të zjarrit.